Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Dele sekreti ushqimor që forcon kujtesën me 75% dhe përmirëson trurin. Mënyra se si ushqehemi ka një ndikim të jashtëzakonshëm në trurin dhe në mirëqenien mendore. Sipas informacioneve, ajo çfarë ham ne mund të na ndihmoj, mund të na shëroj dhe gjithashtu mund të na dhuroj edhe sklerozën. Prej kohësh shoqëria ku jetojmë i përmbahet idesë se ne ushqejmë trupin duke harruar kështu rolin e trurit në mendime dhe në veprimet tona. Ditë pas dite, ushqimet që ne ham shpërbëhen në ushqyes të cilët e gjejnë rrugën në gjak dhe më pas në tru. Aty këto ushqyes aktivizojnë reagimet qelizore, ushqejnë çdo ind dhe transformohen në shtresën mbrojtëse të trurit. Ky i fundit është organi më i uritur në trup dhe konsumon 20% të gjithë energjisë së përftuar. Nga ana tjetër, qelizat e trurit janë të pazëvendësueshme në krahasim me qelizat e tjera të trupit të cilat zëvendësohen rregullisht. Shumica e qelizave të trurit janë aty që nga lindja dhe deri në vdekje. Rrjedhimisht ato kanë nevojë për përkujdes dhe për ushqyerjen e duhur. Disa ushqime luajnë një rol mbrojtës për trurin dhe në fakt disa të tjerë janë shkatërrimtar për shëndetin mendor. Cilat janë ushqimet që ju duhet të përfshini në regjimin tuaj ushqimor për një tru të shëndetshëm? Acidet yndyrore. Konsumoni më shumë peshk, salmon, sardele, si edhe nga burimet më të mira natyrale të këtyre acideve kaq të nevojshme për trurin. Mos lini me një anë në farat e linjit. Glukoza. Truri juaj ka nevojë për shumë glukozë dhe për këtë ju duhet ta merrni nëpërmjet ushqimeve. Bashkë me glukozën juve ju duhet fibër. Të dyja i gjeni tek panxari, kivi, dritrat e plota, patatja e ëmbël, qepa e thatë dhe gjithashtu qepa e njom. Vitamina dhe mineralet. Të gjitha vitamina dhe mineralet siç janë për shembull seleniumi, hekuri, bakri, zinku, vitaminat A, C, E janë të shkëlqyera për trurin. Konsumoni më shumë fruta pylli, portokalle, qitro dhe moll. Sipas informacioneve mos hiqni dorë nga brokoli, lakra, spinaqi, lule radiqa, qepët, domatet, karrotat apo kungulli. Patatja duhet të jetë shumë ngjyrshe si një ylber. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është një produkt i domosdoshëm sepse ai është i pasur me antioksidant, omega 3 dhe vitamin E. Kjo e fundit na mbron nga skleroza. Studimet konfirmojnë se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë se 16 mg vitamin E në ditë kanë 67% më pak rrezik nga skleroza. Vitamina E në kombinim me vitaminën C mbrojnë qelizat e trurit nga radikalet e lira. Për më tepër ato rrisnin sasinë e oksigjenit që arrin në tru. Ushqimet që duhet të shmangni. Hiqni dorë nga mishi i kuq, mishi i derit, ushqimet e skuqura, patatina, picat e ngrira, biskotat, ëmbëlsirat e paketuara dhe gjithashtu margarina. E njëjta gjë vlen edhe për proshutat, sallam, pancet, që rrisin rrezikun e sëmundjeve mendore. Ushqyerja luan një rol të qartë dhe vendimtar në plakjen e trurit, shfaqjen e Alzheimerit dhe të sklerozës. Për shumë kohë këto sëmundje atribuoheshin geneve problematike të cilat trashëgohen brez pas brezi. Gjithashtu duhet të keni parasysh në fillim të vitit 2018 u kuptua që genetika nuk ka shumë të bëjë me këto sëmundje. Për më tepër, më pak se 1% e sëmundjeve, si ajo e Alzheimerit, janë një mutacion genetik, ndaj shihet qartë roli faktor i ushqimit.
Shkencëtarët besojnë se 1/3 e sëmundjeve të trurit mund të parandalohen duke përmirësuar stilin e jetesës dhe duke u ushqyer shëndetshëm. Me një hap të tillë shumë njerëz do të kenë mundësinë të plaken me një shëndet të pacënuar mendor. Fjalë të shumta rreth ushqimeve dhe suplementeve që thonë se mund të bëjnë gjithçka për shëndetin tuaj, që nga rritja e fokusit dhe deri tek përqendrimi i kujtesës, i vëmendjes dhe funksioneve të trurit. Por a janë të vërteta? Këtu ne do t'ju tregojmë se cilat janë ushqimet të cilat do të forcojnë trurin tuaj dhe do të përmirësojnë funksionet e tij si edhe kujtesën. Kafeina mundet që t'ju bëjë vigjilent. Nuk ka asnjë ushqim që mund të rrisë inteligjencën e një njeriu, por disa substanca si kafeina mund t'ju japin energji dhe nga ana tjetër t'ju ndihmojnë të përqendroheni. E gjetur në kafe, çokollatë, pije energjike dhe njëkohësisht disa ilaçe, kafeina ju jep atë ndjesi zgjimi, megjithse efektet janë të afatshkurtra. Sheqeri gjithashtu mundet të rrisë përqendrimin. Sheqeri është një burim i preferuar i ushqimit për trurin tuaj. Edhe nuk bëhet fjalë për sheqerin e tryezës, por glukozën, të cilën trupi juaj e përpunon. Kjo është edhe arsyeja pse një gotë me lëng të freskët frutash mund të ofrojë një nxitje afatshkurtër të kujtesës. Hani mëngjes për të ushqyer trurin. Studimet gjithashtu kanë zbuluar se ngrënia e mëngjesit mundet që të përmirësojë kujtesën dhe vëmendjen tuaj afatshkurtër. Sipas tyre, uvures e studentët të cilët hanë mëngjes priren të performojnë më mirë se sa ata të cilët nuk hanë. Ushqimet më të mira përfshijnë dritrat e plota me fibra tepër të larta, bulmetin dhe frutat. Vetëm mos e teproni. Studiuesit të zbuluan gjithashtu se mëngjeset me kalori të larta duket se e pengojnë përqendrimin. Peshku është ushqimi më i mirë për trurin, kjo sepse peshqit janë të pasur me acide yndyrore omega 3 që janë shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Këto yndyra kaq të rëndësishme kanë fuqi të mahnitshme në uljen e rrezikut të demencës dhe të goditjes në tru, plus ato munden që të luajnë një rol jetik në përmirësimin e kujtesës, veçanërisht kur plakeni. Për shëndetin e trurit dhe zemrës, rekomandohet të hani 2 racione peshk në javë. Konsumoni një dozë ditore me arra dhe çokollatë. Arra dhe farat janë burime të mira të vitaminës C, e cila është e lidhur në disa studime me frenimin e rënjes së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Çokolata e zezë gjithashtu ka fuqi të tjera antioksiduese dhe ajo përmban stimulues natyral si kafeina të cilët munden që të rrisin fokusin. Shijojeni deri në 1 gram arra në ditë dhe çokollatë të zezë për të marrë të gjitha përfitimet që ju do t'ju nevojiten. Shtoni avokado dhe drithra të plota. Çdo organ në trup varet nga qarkullimi i gjakut, veçanërisht zemra dhe truri. Një regjim i pastër me drithra dhe fruta si avokado mundet që të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe gjithashtu të ulë kolesterolin e keq. Kjo nga ana tjetër zvogëlon edhe rrezikun e krijimit të pllakave dhe rrit rrjedhjen e gjakut në tru, si edhe ofron një mënyrë të thjeshtë dhe të shijshme për të ndezur qelizat e trurit. Dritrat integrale si kokoshka dhe gruri i plot kontribojnë gjithashtu në fibra dietike dhe vitaminë E. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.